duke mbetur te aktorët politikë, kryesisht ata të korruptuar që janë goditur nga SPAK-u, duket sikur prokuroria e posaçme ka rënë në qetësi që pas arrestimit dhe lënies në masën e arrestit me burg të Erion Veliajt. Si mendoni, kush do të jetë një nga figurat e mazhorancës që mund të goditet nga struktura e posaçme, qofshin ata ministra, kryetar bashkish, apo dhe politikanë të tjerë të cilët mund të bien në rrjetën e SPAK-ut? SPAK-u nuk në ka rënë në qetësi. SPAK-u përpunon dhe punon. Pra, në kohën kur u bë masa e sigurisë ndaj zotit Veliaj, SPAK-u po punonte me rastin e Benet Becit, kryetarit Bashkisë së Shkodrës. Janë sekuestruar telefona në zyrën e tij, po jo të atit momentalisht, por ai pas një kohe ka vajtur brenda 30 minutash ka dorëzuar telefonin e tij. Tani, kush nga dy telefonat, kjo është në varësi të SPAK-ut të kuptoj a është telefoni vërtet apo është një telefon momental që ai e ka dorëzuar sikur është e vetja. Por edhe sikur të kemi këtë rast, normalisht nga telefonat e personave të tjerë të përfshirë në dyshime të korruptive, normalisht do të shikohet qartazi a ka qenë telefoni vërtet që është dorëzuar apo një telefon tjetër për të fshehur provat. Por kjo nuk do të thotë që ndaj tij nuk do të ushtrohet një, do thojë, kërkesë në arrest në burg. Patjetër që do të ushtrohet, për arsye sepse në rastin konkret ai dyshoi që ka tentuar të fshehë një provë të hetimit që është telefoni i tij. Një kjo. 2. Problemi fatal që edhe ata të SPAK-ut kanë kuptuar diçka që është problem, është një foto që ka dalë me qëllim nga vetë Benet Beci për të treguar një te kryeministri Rama që unë SPAK-un e kam, pra ti do të mbështesësh mua sepse kam takuar Arben Krajën, shikoni foton. Foto tregon të gjitha. 2, që unë nuk kam asnjë problem me SPAK-un, sepse në fund fare kam Arbenin dhe unë do ta zgjidh muhabetin. Po kjo nuk është e vërtetë. Dhe e treta, ai në rast se do të pyetet publikisht, po asnjëherë nuk ka thënë SPAK-u dhe nuk ka dhënë një reagim për këtë foto, e dini ju që ai edhe ata nuk do të shprehen kur për procedime dhe do të thonë ne kemi folur si kryetar bashkie me një tifoz të vllaznisë që është Arben Kraja. Imagjino, mua si avokat të takoj një prokuror në një lokal luksoz edhe të flasun për sportin me prokurorin, që prokuroria e përbër nga 20 prokuror më heton mua dhe unë të takohem duke fol me atë për sportin. Tani, nuk e di. Nuk e di si e mendoni ju, por unë e mendoj shumë ndryshe. Në këto 3 fakte, kuptohet qartazi që do t'ishte ai personi që do t'ishte arrestuar para Erion Velis, por çfarë të bëjmë që prokurori Dado ishte më i shpejt se prokurori që po heton Benet Becin. Unë jam i bindur që në çdo moment do të kemi arrestimin e Benet Becit. Pse arrestimin e tij? Sepse SPAK-u nuk mund të krijojë një precedent tjetër që një kryetar bashkie po nga radhët e Partisë Socialiste, i transferuar, sa i ka qenë me PD-n dikur, po në radhët e Partisë Socialiste, nuk mundet ta vendosim detyrim paraqitje, sepse në rast se kemi Erion Velin brenda, Erion Veli do bëhet më i egër, se do të tregoj gjëra më shumë për Benet Becin dhe do të kemi 2 kryetar bashkie që njëri mund të jetë me një standard tjetër dhe tjerë do jetë me një standard tjetër. Po kjo nuk duhet të ndodhë, sepse pikrisht Partia Socialiste tha këtë gjë. Nuk mundet Erion Veli të jetë detyrim paraqitje dhe Benet Beci të jetë arrest në burg, dhe nuk mundet të kemi
Erion Velin arrest në burg dhe Benet Becin detyrim paraqitje. Është e pa imagjinueshme kjo për Partinë Socialiste. Prandaj edhe Erion Veliaj dhe Benet Beci do të jenë të dy arrest në burg, sepse duhet të krijohet praktika dhe duhet të kemi precedentin e dur që don Partia Socialiste. Pa u futur në themelin kush nga të dy është më shumë i korruptuar dhe kush nga të dy është më shumë dhe konkuron nga njëri tjetri. Por ne duhet të marrim në konsiderat të gjitha këto faktet që na bëjnë. Që Erion Veliaj ka qenë në procedim penal dhe Benet Beci në procedim penal. Në të njëjtën kohë dhe në të njëjtën mënyrë është bërë procedimi ndaj tyre. Që do të thotë, nuk na intereson a ka qenë kryetar bashkie kur ka bërë korrupsion. Nuk na intereson a ka qenë drejtori i zhvillimit shqiptar kur ka bërë korrupsion. Na intereson procedura, procedimi, procesi dhe vendosja e masës së sigurisë ndaj Benet Becit, që nuk mund të jetë ndryshe nga Erion Veliaj, se kush e duron Erion Velin që vetë në burg dhe Benet Beci jashtë detyrim paraqitje. Është e pa imagjinueshme për Erion Velin ky rast. Dhe pastaj është edhe diçka tjetër që asnjëri përsëri nuk e ka kuptuar. Foto Benet Beci, Arben Kraja, çfarë tregonte? Tregonte takimin. Nuk na intereson tek takimi çfarë u diskutua, se të gjithë do thojnë u diskutuar për vllaznin, por nuk është e vërtetë. Por ajo çfarë ne na intereson të dim si qytetar, përse një kryetar bashkie duhet të takojë një prokuror, por akoma më mirë duhet kuptojmë pse një prokuror duke e ditur që brenda prokurorisë së tij ky po hetohet, takon një kryetar bashkie që është në hetim. Është konflikt interesi. Është ndikim i palishëm. Pse? Se ti si prokuror mund të ushtrosh një mendim ose të japësh një mendim te një prokuror brenda. Por çfarë mesazhi jep te qytetarët shqiptar që kjo drejtësia që ka selektive dhe që ka me standarde? Por ama kjo foto na tregoi qartësi që dikush po mbron Benet Becin. Por ai na doli, na u shfaq. Por tani duhet patjetër të ndërhyj Dumani dhe të marri jo vetëm dosjen, kush e ka dosjen për Benet Becin, edhe që mos të jetë selektim, do të detyroj prokurorin që të vendosi mas sigurie ndaj Benet Becit arrest në burg, sepse Dumani po sakrifikon jetën për të dhënë drejtësinë, ashtu siç mendojnë ata, por e vërteta është që tek ajo foto duket qartazi çfarë ndikimi që Benet Beci të trajtohet ndryshe. Por Dumani nuk do ta lejoj që kjo foto të trajtoj Benet Becin ndryshe. Prandaj jam i mendimit dhe me provat jo vetëm të tanishme, por edhe provat të tjera që kemi parë, si tjetërsim prone, si ndikim të palishme ndaj personave të tjerë që janë në kadastër, në aluizën, në institucionet të tjera, për të bërë prishje të palishme në objekte dhe në vendet të tjera të Shkodrës, por edhe duke punuar me institucionet të tjera për të mbledhur vota për Partinë Socialiste në qarkun e Shkodrës, dihet që Benet Beci do të përfundojë në burg. Dhe atëre Partia Socialiste dhe Edi Rama do t'i thotë që përgjegjësia është individuale dhe jo kolektive.